Ai kaloi vite në burgjet jugoslave, u torturua, u ndoq nga UDB-ja, mund të kishte zgjedhur një jetë të qetë në Mërgim, por vendosi të kthehej në Kosovë me një mision të vetëm, të organizonte luftën për liri. Kur u emërua komandanti i parë i zonës operative të Pashtrikut, nuk e dinte se kishin mbetur vetëm pak orë nga rënja e tij. Kush ishte në të vërtet Remzi Ademaj, komandant Petrit Kodra, dhe pse emri i tij vazhdon të përmendet me aq respekt edhe sot. Nëse ju pëlqejnë rrëfimet e dokumentuara të historisë sonë, pëlqeni videon, abonohuni në kanalin Histori Epike dhe aktivizoni njoftimet. Tani le të kthehemi në jetën e një prej komandantëve më të disiplinuar dhe më të respektuar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Remzi Ademaj u lind me 3 qershor të vitit 1952 në fshatin Zhurr të Prizrenit, në një trev ku tradita, historia dhe ndjenja kombëtare ishin të rrënjosura thellë në jetën e përditshme. Ai u rrit në një periudhë të vështirë për shqiptarët e Kosovës, ku pabarazia, shtypja politike dhe kufizimi të drejtave kombëtare ishin pjesë e realitetit të përditshëm. Që në rini tek ai filloi të formohej bindja se populli shqiptar nuk mund të jetonte përgjithmonë në një sistem që ja mohonte lirinë, identitetin dhe të drejtën për të vendosur vetë për fatin e tij. Si shumë shqiptar të asaj kohe, edhe Remziu u detyrua të merrte rrugën e Mërgimit për të siguruar ekzistencën e familjes. Ai u vendos në Gjermani, por largimin nga Kosova nuk e largoi nga çështja kombëtare. Përkundrazi, në Mërgim ai hyri në kontakt me veprimtar të shquar shqiptar dhe u përfshi gjithnjë më thellë në organizimin politik e patriotik. Nga viti 1979, veprimtaria e tij u bë më e dukshme, më e organizuar dhe më e vendosur. Në Stuttgart, Remzi Ademaj u njoh me Jusuf e Bardhosh Kërvallën dhe me Kadrizekën, 3 prej figurave më të rëndësishme të lëvizjes kombëtare shqiptare në Mërgim. Kontakti me ta ndikoi fuqishëm në formimin e tij politik. Prej tyre ai mori jo vetëm frymëzim, por edhe një kuptim më të thellë për rëndësinë e organizimit, sakrificës dhe veprimit të përbashkët. Vrasja e vëllezërve Kërvalla dhe Kadrizekës në vitin 1982 e goditi rënd, por nuk e largoi nga rruga e nisur. Përkundrazi, ajo ngjarje e bëri edhe më të vendosur dhe ja forcoi bindjen se regjimi jugoslav nuk do të ndalej para asgjëje për të goditur rezistencën shqiptare. Veprimtaria e Remzi Ademajt ra shpejt në vëmendjen e shërbimeve jugoslave. Më 11 dhjetor të vitit 1985, ai u arrestuan nga policia italiane dhe më pas ju dorëzua autoriteteve jugoslave. Gjykata e dënoi me 6 vjet burg të rënd, dënimin e vuajti në burgjet e Lepoglavës, Gospiqit dhe Staragradishtës, institucione të njohura për kushtet e rënda dhe trajtimin çnjerëzor të burgosurve politik shqiptar. Për shumë njerëz, një përvojë e tillë do të mjaftonte për t'u tërhequr, por Remzi Ademaj nuk ishte nga ata që dorëzoheshin. Pas përfundimit të dënimit, ai vazhdoi aktivitetin patriotik me të njëjtin përkushtim. Regjimi e arrestoi përsëri dhe e dënoi me 3 vjet gjysmë të tjera burgim. Megjithatë, as burgjet, as presioni dhe as kërcënimet nuk arritën ta thyenin. Çdo vit i kaluar në qeli vetëm se ja përforcoi bindjen se liria e Kosovës kërkonte njerëz të gatshëm të paguanin një çmim të lartë. Pas daljes nga burgu herën e dytë, Remzi Ademaj u përfshi fuqishëm në jetën politike dhe shoqërore të Kosovës. Ai nuk ishte vetëm një veprimtar i fshehtë, ishte edhe organizator, humanist, arsimdashës dhe njeri i kulturës. Në Zhurr, ai ishte ndër nismëtarët e formimit të shoqatës humanitare bamirëse Nën Tereza, të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, të shoqatës kundër analfabetizmit dhe të disa strukturave të tjera që ndihmonin popullsinë shqiptare në vitet e represionit.
Në kohën kur Serbia kishte përjashtuar mësimdhënësit dhe nxënësit shqiptar nga objektet shkollore, Remziu ndihmoi në mbijetesën e arsimit shqip. Ai angazhohej në mbledhjen e mjeteve për pagat e mësimdhënësve dhe në përkrahjen e familjeve që mbanin mbi supe sistemin paralel të arsimit. Për të, mbrojtja e shkollës shqipe ishte po aq e rëndësishme sa çdo formë tjetër e rezistencës, sepse e kuptonte se një popull pa arsim dhe pa kulturë mund të mposhtej më lehtë. Remziu kishte gjithashtu pasion për letërsinë, teatrin, muzikën dhe sportin. Nën udhëheqjen e tij u përgatit dhe u shfaq drama Procesi e Jusuf Garvallës, ndërsa vetë ai shkroi dramën Hana. Kjo dëshmon se figura e tij nuk mund të kufizohet vetëm brenda përkufizimit të luftëtarit. Ai ishte njeri i formuar, me interesim për kulturën dhe me vizion të qartë për shoqërinë që duhej të ndërtohej pas çlirimit. Kur ushtria çlirimtare e Kosovës filloi të shfaqej hapur, Remzi Ademaj ju bashkua pa hezitim. Ai ishte ndër ata njerëz që e kishin përgatitur prej kohësh momentin e rezistencës së armatosur. Përvoja e tij politike, qëndrueshmëria në burgje, autoriteti që gëzonte në popull dhe aftësia e tij organizative e bën shpejt një nga figurat kryesore të UÇK-s në rajonin e Prizrenit. Më 4 korrik të vitit 1998, ai u emërua komandant i shtabit lokal të UÇK-s për Prizrenin. Në mesin e luftëtarëve njihej me nofkën e luftës Petrit Kodra. Në atë periudhë situata ishte tepër e vështirë. Forcat serbe kishin e përsi të madhe në njerëz, armatim dhe teknik ushtarake. Njësitë e UÇK-s përballeshin me mungesë armësh, municioni, ushqimi dhe pajisjesh mjekësore. Megjithatë, në drejtimin e Remzi Ademajt, rezistenca në zonën e Prizrenit filloi të merrte formë më të organizuar. Një nga tiparet që e dallonte Petrit Kodrën ishte disiplina. Bashk luftëtarët që e takuan në shtabin e Vrinit e përshkruanin si njeri të qetë, të matur, të rregullt dhe të kujdesshëm. Ai fliste qartë, dëgjonte mendimet e të tjerëve dhe mbante shënime. Nuk ishte komandant që merrte vendime në nxitim. Analizonte gjendjen, furnizimin, moralin e ushtarëve dhe pozitat në terren, pastaj vepronte. Në shtabin e tij ekzistonte një rregullore e plot ushtarake. Ishte e përcaktuar koha e zgjimit, e stërvitjes, e ushtrimeve, e ushqimit, e rojeve dhe e furnizimit. Ishin parapare dhe masat disiplinore për ata që thyenin rregullin. Gjithçka ishte e shkruar, e vullosur dhe e nënshkruar. Në kushtet e një lufte guerile, ky organizim të krijonte përshtypjen e një institucioni të mirëfillt ushtarak. Remziu kujdesej edhe për arkivin e luftës. Çdo dokument, urdhër dhe informacion ruhej me përpikmëri. Ai e kuptonte se lufta nuk duhej vetëm të fitohej, por edhe të dokumentohej. Përkushtimi i tij ndikoi që ushtarët ta respektonin thellësisht. Ai nuk e fitonte autoritetin me frikë, por me shembull personal, drejtësi dhe përgjegjësi. Në udhëheqjen e tij, njësitë e UÇK-s në rajonin e Prizrenit morën pjesë në disa betejë të rëndësishme. Më 7 korrik 1998 u zhvilluan luftime në vendin e njohur si Laku i Billushës, ndërsa me 16 korrik beteja u përhap në 3 pika, në Tusuz, te Kulla e Hoçës dhe në Billush. Përballë forcave më të shumta dhe më të armatosura, luftëtarët shqiptar arritën të rezistonin dhe të zbrapsnin sulmet serbe. Petrit Kodra nuk e drejtonte luftën nga larg. Ai vizitonte pozicionet, kontrollonte fortifikimet, takohej me luftëtarët dhe interesohej për gjendjen e tyre. Ai vizitoi spitalin ushtarak të Vrinit, ku trajtoheshin të plagosurit, kontrolloi kuzhinën dhe furnizimin, si dhe kërkoi që njësitë të shkëmbenin përvojat mes tyre. Për të, një ushtri nuk mbahej vetëm me armë, por me organizim, ushqim, disiplinë, kujdes mjekësor dhe moral të lartë. Në gusht të vitit 1998, shtabi i përgjithshëm i UÇK-s vendosi ta ngarkonte Remzi Ademajin me një përgjegjësi edhe më të madhe. Ai u thirr në Kleçk për ristrukturimin e njësive dhe për marrjen e detyrës së re. Më 14 gusht u emërua komandanti i parë i zonës operative të Pashtrikut. Ishte një nga përgjegjësitë më të rëndësishme të luftës dhe dëshmi e besimit që udhëheqja e UÇK-s kishte tek ai.
Por Remzia Demaj nuk arriti ta ushtronte gjatë detyrën e re. Më 15 gusht 1998, gjatë kthimit nga Kleqka, pranë fshatit Nashec, ai hasi në një prit të forcave serbe. Në përleshjen që pasoi, Petrit Kodra luftoi deri në fund dhe ra dëshmor. Ishte vetëm një ditë pas emërimit të tij si komandant i zonës operative të Pashtrikut. Trupi i tij u varros me 16 gusht në fshatin Lybeqev të Malësisë së Vrinit, me nderime të larta ushtarake. Pas përfundimit të luftës, ai u rivarros në barezat të dëshmorëve në Landovic të Prizrenit. Rënia e Remzia Demajt ishte një humbje e madhe për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ai kishte përvojë politike, aftësi organizative dhe autoritet të rrallë. Ishte njeri që kishte kaluar burgje, mërgim, ndjekje dhe sakrifica, por nuk ishte larguar kur nga ideali i tij. Remzia Demaj nuk mbeti në histori vetëm sepse ra në luftë. Ai mbeti sepse një jetë të tërë ja kushtoi çështjes kombëtare. Ai ishte veprimtar, i burgosur politik, humanist, arsimdashës, njeri i kulturës, organizator dhe komandant. Mbi të gjitha, ishte një njeri që besonte se liria nuk vinte vetvetiu, por duhej fituar me punë, disiplinë dhe sakrificë. Prandaj kur përmendet emri i komandant Petrit Kodrës, nuk kujtohet vetëm një betejë apo një datë, kujtohet një jetë e tërë në shërbim të Kosovës. Kujtohet burri që nuk u thyen nga burgjet, që nuk u ndal nga mërgimi dhe që nuk u zbraps para rrezikut. Kujtohet komandanti që kërkonte rregull edhe në ditët më të vështira të luftës dhe që besonte se UÇK-ja duhej të ishte jo vetëm forcë çlirimtare, por edhe embrioni i institucioneve të ardhshme të Kosovës. Nëse kjo histori ju la mbresa, shkruani në komente mendimin tuaj për figurën e Remzia Demajt. Lavdi e përjetshme Remzia Demajt, komandant Petrit Kodrës dhe të gjithë dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.